Shqipja është me tentu në mënyrë gati se spekulative, me përcaktu kujt pja dërgon këtë mesazh zoti Kurti. Për kujt po i thotë që mundemi me shku në zgjedhje. Vjosa Osmanit mu duk ma shumë. Edhe unë ashtu i lexova. Në të thënë praktikisht fliste me presidentën aktuale. Unë kaq vota i kam. Dhe i thoshte që unë nuk i kam 80 vota. Ne i kemi kaq, të cilat nuk e di vetvendosja ai ka vendosur në funksion të mandatit dytë të Vjosa Osmanit. Nuk e kanë thënë në gjë të tillë publikisht, nuk di çka kanë folë në jashtë syve të publikut. Dhe në anën tjetër, qarta si zoti Kurti deri tash tregoi që ai nuk ka vullnet për me u fut në çfarë do negociate me këtë tjetër për Vjosa Osmanit. Për tash pyetja shtrohet, a është i gatshëm për me arrit një marrëveshje për një person konsensual? Pa e don Vjosa Osmanin edhe për një mandat visar. Ju e njihni zotin Kurti, ai është hakmarrës. Në planin ndërkombëtar mendoj që Vjosa Osmani ka shkaktuar dëm të madh Albin Kurtit. Edhe mendoj që kjo është një prej arsyeve pse nuk e kishte dashur. E dyta është që Vjosa Osmani megjithatë si figurë politike e ka një dimension të popularitetit dhe së këndemi ajo i bën një lloj kështu karshillëku që thonë zotit Kurti, i cili është një prej liderëve politik që nuk do karshillëk në çfarëdo mënyre qoftë brenda partisë, qoftë në shtet, qoftë në rajon, qoftë media të tilla në Evropë. Kështu që mendoj që këto janë disa prej arsyeve pse për shembull Vjosa Osmani nuk do të kishte më qenë preferuar. E treta është që Albin Kurti në zgjedhjet e 28 dhjetorit e dëshmoi që në fakt është ai dhe lëvizja e vendosjes që fiton 50%. Ka fituar më shumë se sa kur ka qenë Vjosa Osmani, ose s'paku mund të lexohet ky rezultat kështu, pavarësisht është i vërtetës, jo ti mund të ndërtosh perceptim për mbi këtë. Unë mendoj që po rezultati po tregon. Unë mendoj që vitin 2021 nuk ishte arrit 50% pa Vjosa Osmani, por natyrisht që tash rrethon ka ndryshuar. Dhe tash është arrit. Dhe së këndemi që e bën Vjosa Osmanin elektoralisht jo aq të fuqishme siç pretendohej të jetë. Një gjë që mendoj që është faktor në këtë vendimarrje është edhe çfarë rreziku potencial mund sheh Albin Kurti nga Vjosa Osmani nëse ajo garon me një parti tjetër në zgjedhje. Për shembull, a e ka këtë frikë Albin Kurti që mund ta zvogloj votën e vetvendosur Vjosa Osmani. E dyta është pastaj Asanisma nuk mundet me marr vetë Vjosa Osmani. Partia e saj është dëshmuar që nuk ka kurrfarë relevancë elektorale. Çështja tjetër pastaj që po ashtu mendoj që duhet mu diskutuar, do ta diskutojmë është edhe mundësia një lloj kështu rebelimi ta quajt guxos nëse Albin Kurti nuk shkon me Vjosa Osmanin si kandidat. Po thuhet që guxojnë ata me ja kthy shpinën Albin Kurtit më Nuk e di, po ata tash Fatën Peci për shembull, njëri prej guximtarëve ka dhënë një sinjal të vogël kur e ka përmend mundësinë që guxo të formojnë grup parlamentar. Nuk ka thënë që do ta bën grupin parlamentar, pa i ka thënë që ne mund ta bëjmë grup parlamentar në kuptimin që i kemi. Sa i kanë 7 deputet. Me 7 deputet ti mund ta bësh një grup të ndarë parlamentar. Dhe mendoj që kjo është një lloj kështu kërcënimi i butë në këtë fazë për Albin Kurtin dhe lëvizjen e vendosjes. Pra, pse po i përmendi këto sinjale, nuk është se për mua është mbyll tema. Unë mendoj që kjo është tema e hapur. Po aktualisht palët po tregojnë që në fakt kanë mendime ndryshme për këtë gjë. Shau pas intervistës së zotit Kurti e kemi në konfirmim të një deklaratë të zënjes Haxhiu, ish ministri së drejtësisë dhe ish kryetari i kuvendit, e cila thotë që nuk është arrit kur marrëveshje me presidentën për kandidaturën e saj. Natyrisht që kryeministri do ta takoj, do të synojnë me arritje marrëveshje. Sa tash së voni. 2 ditë më parë. Po ka qenë interesante nisha në Rubikan dhe ndodhe në studio tjera televizive, kur njerëz nga kabineti Vjosa Osmanit shkruanin gazetarëve, opinionistëve se kemi mri marrëveshje me vetvendosjen. Ndërkohë nuk ishte marrëveshje. Dhe reagimi zonës Haxhiu është se reagim ndaj këtyre. Këta e shtynin përpara se është mri një lloj propagande nëpërmjet studiove televizive, se gjoja për të kriju përshtypjen se marrëveshja është mri, kjo varet tash vetëm a janë votat edhe të partive të opozitës. Mu dok e çuditshme kështu një lloj strategjie e gabuar e Vjosa Osmanit për të kriju përshtypjen publik se ka kry me Albin Kurti, ndërkohë nuk e ka kry marrëveshjen. I të ky ping-pong që po ndodh publik, në fakt tregon veç një gjë që marrëveshje nuk ka. Për mua ende nuk mund me thonë që kjo marrëveshje nuk arrihet në të ardhmen, se natyrisht që do të merren edhe parasysh edhe faktorë tjerë, po aktualisht nuk ka.